Qytetarët vlonjat kanë shprehur hapur pa kënaqësitë e tyre lidhur me ritmet e ngadalta të punimeve në projektin e palmave dhe agrumeve, që po zbatohet në qytetin e Vlorës. Për komunitetin vlonjat, ky është një projekt me rëndësi të veçantë, por ecuria deri tanishme ka sjellë jo vetëm vonesa, por edhe shqetësime të drejtë për drejta për banorët. Në intervista për Blu Televizion, ata pohojnë se punimet po zhvillohen me ritme tepër të ulta, ndërsa kompania zbatuese ka krijuar jo pak problematika në zonë. Na merrona, nuk e shkon. Ja. Nga do që kalosh të Vlora, jo andej, jo këtu, po dhe andej edhe këte më të katëran. Po me gropa si të duani ju i qoni embri. Kjo rrugë ka gjim tetor. E sikur në atet ishte ajo, që bërë rrugë e kumë dhe që bërë e regjo, po ta kisa le Berisha. Po këta ditë për ditë, hajde hitë në lopatër, asë i shpikon do në mes Vlorës bërë qamur tu. Edhe rrugë e retë ishte bërë, me të ishte si rrugë e kumit do është bërë e rena e para. Se kjo është 500 metra është e gjithë kjo. Në 10 metra, në 3 metra në ditë, po të ishtë bërë e re, kjo do është maruar. Sa kemi neve, sa kohë kemi, që po merohemi. Mira, hajde të rinjë, që janë të rinjë dhe ikën, po unë që jam mosh, që jam edhe me syze, kam rënë 3-4 herë, për i logari. Unë nuk shikoj, unë me 5 veta mund të kësha bërë këtë. Këta, në vetë në mëror. E vërtet është se kam filluar 100 tetor. Edhe tetor vetë një vit. Duhet ishte përfunduar. Ishte bërë magistrale, një pjesë këtu, resht derisa ta mbaronte. Ata futën totalisht dhe e shkatruan. Punimet kanë nisur prej muajit tetor dhe sipas qytetarëve, është e dukshme se afatet e parashikuara nuk do të respektohen, duke marrë parasysh ritmin e ngadaltë dhe mungesën e efikasitetit. Ata theksojnë se përgjegjës për këtë situatë është vetëm firma zbatuese, e cila sipas tyre ka penguar përparimin e projektit. Duhet të kishte përfunduar më shpejt? Po duhet të kishte përfunduar tani. Çfarë të thotë? Duhet që firma të përshpejtoj punimet? Po duhet ti përshpejtoj mendimi me ata tallën. Punojnë 2-3 orë, ose e kanë rrogën fikse, ose nuk mundet të flasësh ndryshe, se di. Duhet po, da shikoni për një vit do të marroj kjo. Kështu është me këta vetëm për të ngrënë janë këta. Në pritje të përfundimit të investimit që pritej të jepte një frymë të re estetike dhe mjedisore qytetit, qytetarët vlonjat apelojnë për më shumë përgjegjshmëri dhe angazhim nga institucionet përkatëse.